Sonte do të flasim për voodoo. Kush nga ju e njeh këtë rit, pra ritin e voodoo-s? A keni dëgjuar ndonjëherë? Kjo kukull që shihni këtu ka bërë me qindra, me mira spektakle. Ka qenë një kukull nga ato që përdorja unë për spektaklet e mia. Dhe kjo bënte pikërisht fillimin e spektaklit me rritin e voodoo-s. Pra tregoja për rritin e voodoo-s. Më ndiqni me vëmendje, sepse sonte është në ekskluziv për ju një video me disa informacione shumë të rëndësishme, ndonse dikush i mendon që janë makabre, por duhet që t'i dëgjoni. Më ndiqni me kujdes. Kjo këtu, dikur, këtë kukull e përdorja për spektakle, qofse shikoni, duket si një kukull normale. Por unë do t'u tregoj sekretin, sepse kjo lëvizja këtu është për të thënë që bëja spektaklet të kuptoja që me këtë bëhet voodoo. Dhe do t'ju them, këtu pas kësaj, po ta shikoni, ka një truk. Po ta nxjerr këtë këtu unë tani, e kapja me gisht këtë kështu, dhe e nxirja nga këtu. Kur e nxirja këtë, kjo është e zezë, po tani e kam bërë vetëm që ta mbaj kështu, këtë e fusja në xhep këtë, dhe kur merrnin këtë kukullën, kukulla lëviste me anë të këtij pultit. E shikoni këtë pultin këtu? Dhe kukulla lëviz. Por jo vetëm kukulla, sepse lëviste edhe karrigja ku gjende njeriu, përveç se lëviste karrigja, por merrte edhe shkëndija, elektriciteti, sepse kjo këtu ishte lidhur me një bateri dhe një mekanizm të vendosur në karrige. Nuk po ja u tregoj karrige, por po ju tregoj këtë. Pse po ju them këtë? Sepse ajo që do t'ju tregoj sonte, për sa i përket rritit të voodoo, është tepër e rëndësishme dhe që duhet që ta dini. Pra, me këtë kukullën kam bërë me mira spektakle, me këtë këtu. Dhe të rinjt çmendeshin pas këtij spektakli. Vërtet, ky ishte ç'është e vërteta, kishte dalë fantastik, sepse si e kisha bërë rutinën përpara se të bëja spektakl, ishte madhështore. Tani, pse po ju tregoj këtë? Tani po ja u them. Atëre, kush nga ju ka dëgjuar për rritin e voodoo-s? Pra, sa prej jush kanë dëgjuar për voodoo-n? Duhet të dini që voodoo lind nga Afrika, nga Afrika, dhe në zemër të Afrikës lindi që nga kohret e lashta, flitet që para vitit 2500 para erëson, dhe mendohet që afrikanët pastaj e përcollën në botë. Çdo të thotë kjo. Sot ne kemi vënë re që disa njerëz bëjnë disa rite voodoo, për shembull me atë që pat ju, me atë shtizën, apo me fjalë ose me disa barna. Po, sepse afrikanët e praktikojnë akoma sot. Duhet të dini që në Afrikë, dhe jo vetëm në Afrikë, por edhe në botë, në Afrikë janë me miliona njerëz që janë pjesëtar të grupit ose të këtij sekti të quajtur voodoo. Sepse duhet të dini që voodoo nuk është, siç mendon dikush, një magjistare apo një magjistar i thjesht dhe kaq. Jo, është një besim fetar i mirëfillt, pra si gjithë besimet fetare të tjera. Dhe besimi fetar i voodoo-s ka miliona njerëz. Bile mendohet që mund të ketë mbi 500-600 milion njerëz në mbar botën po flasë, jo vetëm në Afrikë. Aty nga viti 1800 në Afrikë, së bashku me grupet që u shpërngullën nga Afrika, ishte edhe një grua, ishte në atë kohë ishte vajzë, Marie Laveau, një gjë e tillë. Kjo Marie tregohet që jetoi deri në 150 vite. Ishte një vajzë e re, kur e morën nga Afrika, dhe e çuan në New Orleans. Duhet të dini që New Orleansi sot është vatra e voodoo-s. Po, për ata këto informacione nuk do t'i gjeni as gjikundi. Këto informacione do t'i gjeni vetëm këtu, tek Nadir Mura. Këtë mund ta them me plot bindje, sepse përveç se jam tepër i informuar për këtë, sepse si që thash bëja spektakle për këtë, por për më tepër, sepse unë me kalimin e kohës jam edhe informuar akoma më shumë që t'ju jap informacionet sa më të sakta. Tani, në botë voodoo-ja u njoh nga vitet 1800
1700 përafërsisht, por në vitet 1000 pas viteve 1800 u njoh në të gjithë botën ashtu siç e njohim sot. Pra vudu, sepse me kalimin e kohës, vudu është ndarë, besimi i vudus është ndarë në dy pjesë. Një pjesë e njerëzve që mendojnë që vudu është budallëk, është diçka banale, dhe pjesa tjetër që e praktikojnë dhe janë pjesëtar. Dhe nuk bëhet fjalë për njerëz normal, pra njerëz banal, por bëhet fjalë për njerëz edhe të rëndësishëm, sepse këta njerëz të rëndësishëm, si për shembull kjo Marie Lavenu, gjë e tillë, kjo Maria, ç'bëri kjo? Kjo bëri që përveç se krijoi sektin në atë kohë pra në New Orleans, për 100 vjet, më shumë se 100 vjet, ajo përveç se praktikoi, por tërhoqi edhe besimtar të rëndësishëm, pra personazh të rëndësishëm. Bile këta personazh të rëndësishëm tregohet që kanë bërë vudu për të qenë ministra, për të qenë presidenta apo për të qenë ku ta di unë, dhe për të qenë njerëz të rëndësishëm. Bile duhet të dini që sepse disa mendojnë që vuduja është vetëm një lloj magjie dhe kaq. Jo, nuk është një magji për të bërë keq, por është me fjalë vetëm keq, por është magji për të bërë edhe mirë. Pra mirë që t'i bëj një njeriu dhe keq që t'i bëj një tjetri. Pra varet se si e përdor. Dhe kjo Maria, që ju thash, kjo e përdorte edhe me anë të barnave. Përdorte barnat që të bënte magji me njerëzit. Dhe tregohet që barnat aty nga vitet pas viteve 1850, më falni, kjo Marie Lavenu bëri diçka që se kishte bërë kush. Ajo njohu barnat, sepse duhet të dini që deri para disa viteve, përpara se të linte mjekësia tradicionale që njohim sot, ne morëm një pjesë të madhe të këtyre barnave nga tradicionet e lashta, dhe një pjesë prej këtyre ishin sekret. Mbaheshin sekret nga të gjithë popujt, njëkohësisht edhe nga populli afrikan. Dhe kjo zonja, pra kjo që e kishin mësuar gjyshja saj, kishte mësuar me pak fjalë për të bërë vudu, kjo praktikoi me anë të barnave në Amerikë, dhe gjatë asaj kohe kjo shpërndau këto mënyrën e të bërit mix të disa barnave. Merrini me mend që vetë shkenca pas vitit 1910-1912 zbuloi që kjo grua kishte të drejtë se si bënte kombinimin e disa barnave, që ishin 4, 5, 6 ndonjëherë, që as shkenca nuk i dinte, dhe e vërtetuan më vonë duke bërë pikërisht teste për këtë, duke vënë re që mund të ndryshoj, pra të modifikoj njeriun, ose ta shëroj njeriun, ose me fjalë, qelizat psojnë mutacion. Dhe mutacion për shembull që të shëroj nga një sëmundje, apo të psojnë mutacion që ta sëmur një njeri. Pikërisht pra me anë të barnave, sepse janë barnat ato që të bëjnë që ti për shembull të kalosh në halucinacion apo në psikopati. Dhe do t'ju them edhe diçka tjetër. Ajo kukull që ju tregova më përpara ishte një nga këto kukullat që përdornin ose përdoren ende sot në disa vende, janë rralluar shumë tani në vendet afrikane. Dhe njëkohësisht e përdorte dhe kjo Maria. Në Amerikë u shpërnda kjo, bile kemi vënë re ndonjëherë në disa video që dikush bën gjoja me shaka ose dikush e bën me të vërtet. Dikush në stadium e kam parë që bën një rit të vudus dhe ka funksionuar në disa raste. Tani, ndoshta është rastësi, thoni ju, por si ka mundësi që këto, duke qenë legjenda, pse duhet të mbijetonin gjithë këto vite të vazhdojnë ende sot? Nuk besoj që të gjithë këta edhe personazh të famshëm të jenë kaq budallënj. Apo jo, ju si thoni. Dhe tjetra, kush nga ju beson në magji dhe kush jo? Po ja bëj këtë pyetje sepse e di që shumë prej jush nuk besojnë në magji, por e kemi thënë dhe do ta përsëris edhe një herë. Magjia është e shumëllojshme. E kemi thënë pafund këtë, se është e pafund magjia, por bëhet jo vetëm me fjalë, por edhe me barna, bëhet edhe me kombinime, barnash dhe fjalësh, bëhet edhe me kombinime të emetimeve të energjisë, ashtu siç edhe disa njerëz
kërkojnë ujë me anë të emetimeve. I keni vënë re, që ata kërkojnë ujin me anë të vibrimeve, të frekuencave, dhe me një shkop apo me diçka gjejnë ujë. Dhe si është e mundur që të gjejnë ujë me anë të vibrimeve? Ende sot bëhet kjo praktik. Dhe kjo bëhesh në Afrikë në epokën e qatërshme, pra para 2000 viteve. Pra në qoftë se dikush mendon që rritet e vudus janë një fantazi, gabojeni. Është më së e vërtet që me anë të rriteve të vudus mund të shkaktohen probleme të mëdha në trurin e njeriut, në fizikën e njeriut dhe gjithandej. E përsëris edhe një herë, janë kryesisht kombinime me barna ose me fjalë. Dhe fjalët, siç e kemi thënë, janë vibrim, ashtu siç është edhe fjala që flasim, si është shikimi, si është mendimi, çdo gjë është vibracion. Dhe këto vibracione varet se si i shkëput. Dhe në qoftë se ti bën një kombinim të tyre, mund edhe të krijojnë sepse edhe në shkencën kuantike thuhet e njëjta gjë, mund të krijojnë si quhet, shkak pasoj, pra shtytje të qelizave, të grimcave, derisa të shkojnë tek njeriu i dur. Dhe kur janë të shpeshta këto frekuenca, pa dyshim sot apo nesër e kapin vibrimet dhe ndaj dhe ndodh shpesher që ka disa njerëz që thonë që më kanë bërë magji. Dhe do t'ju them, ka disa shtëpi që ti bëj ç'të duash, por ato shtëpi janë me frekuenca të liga dhe ti më mirë që të largohesh nga ato shtëpi, mos të qëndrosh më në të, sepse janë pikërisht këto vibrimet që ju thash që krijojnë probleme, jo vetëm në ambientin ku gjendesh, po edhe në trurin e njeriut. Dhe ju pa e kuptuar zjeni mes njëri tjetrit, zjeni me gruan, me fëmijët, me të gjithë, dhe nuk shkon mirë asgjë nuk shkon mirë. E vetmja gjë që mund të bëni të shkëputeni nga aty dhe të ikni, asgjë tjetër. Sepse diku tjetër sepse ai vend, për shembull, nëse do vi një njeri tjetër, ndoshta nuk ka të njëjtat frekuenca që keni marrë ju negative që ka dhe ky njeri, ky që vjen. Ky mund të ketë frekuenca të tjera dhe për të nuk mund të jetë, ndoshta nuk është problem që të rri aty, por për ju është problem, kështu që është më mirë të shkëputeni. Është shtëpi me qira, lereni. Është shtëpi e bler ose e ndërtuar, blini diku tjetër, shiteni atë, blini diku tjetër. Dhe njëkohësisht edhe me mjetet, pra nëse keni vënë me makina apo për çdo gjë që nuk shkon mirë, e njëjta gjë. Bëni një gjë të tillë, pra e lini dhe merrni diçka tjetër. Mbaj mend një shoku ynë kishte probleme gjithmonë me makina. Pra sa herë që merrte makina, kishte problem. Edhe e di çfarë i tha një grua, i tha, dëgjoj këtu, tha biri nënës, shkoj, tha, edhe bëj një pastrim, tha, të unit, të energjisë. Shko, tha, dhe kurou si thuhet, me fjalët e një prifti apo të një hoxha apo ku ta di unë. Sa po mbaroi atë, nuk kaloi një muaj. Makina e parë që mori e mbajti për 20 vjet. Është e vërtet kjo, e njoh personalisht dhe nuk është hera e parë. Ndaj po them që ndodhin, nuk dihet përse, por ndodhin dhe faktet ja u tregova. Tani do të pres komentet tuaja në qoftë se ju keni probleme të magjisë, të vudus ose të magjisë brenda një shtëpie, brenda ose të një sendi, të një mjeti apo ku ta di unë, dhe le ta diskutojmë së bashku sepse kështu do të ndihmojmë njëri tjetrin. Pres komentet tuaja. Kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe kush është rastësisht i gjithmonë, le ti bëj like faqes që shihemi sërish që të diskutojmë së bashku dhe të kuptojmë më mirë jetën se ku jetojmë dhe duke u informuar, pa dyshim do të gjejmë zgjidhje. Ju përqafoj, natën.